Si është Rama për ju? Çfarë është Rama për ju? Një njeri i etur shumë për para, e përpasoj i etur dhe për pushtet shumë. Eci me tjetrin, që sigurisht duhet jetë Zoti Berisha. Një njeri shumë i etur për pushtet, e përpasoj shumë i etur për para. I njëjtë me Ramon. Jo, Rama thash okay. I etur shumë për para, përpasoj i Edhe etur për pushtet, Berisha i etur për pushtet, përpasoj i etur për para. Ecim. Adriati Klapaj. Sherlatan. Pse? Sepse premton qiellin dhe tokën pa ja pasur idenë e gjërave që po thotë. Okej, ecim më tej. Lulzim Basha. Një politikan që nuk di të bëj dallimin midis të bërit të tjerëve për të qeshur dhe të qenit qesharak. Ecim. Agron Sheaj. Fryma e skllavopronarit në politikë, timin e një njeriu që e trajton partinë e vet si biznes dhe nesër do trajtoj vendin si biznes personal. Kamo? Do ishte e pa vend që unë flisje për veten time. Po megjithatë, me si folët le temi për subjektet e tjera që janë në garë, ata që janë më seriozisht në këtë garë dhe që kanë më shumë potencial, duke sikur ju jeni i vetmi i miri në një grup që nuk duhet ishin aty ku janë. Ka shumë njerëz që mendojnë këtë gjë, po unë s'po e them. Po ju nuk e mendoni për veten? Unë jam goxha kritik në vetes time, kështu që nuk ja lejoj vetes mburrjen.